KF Shkëndia merr fitore 1-0 ndaj Arsimit të Çegranit në një ndeshje që sa më shpejt duhet haruar. Ndeshja që nisi me 1 minutë heshtje në nder të një vjetorit së viktimave në tragjedinë e Koçanit u vendosi nga supergoli i Besart Ibrahimit. Pas pezullimit prej një ndeshje, trajneri Eton Beqiri është kthyer në bankinën e Shkëndisë. Trajneri Beqiri në prononcimin e tij pohoi se ishte i kënaqur me 3 pikët, por jo edhe me performansën dhe intensitetin e ekipit, por vëmendjen e përqendroi në një moment tjetër, teksa u shpreh i kënaqur nga mbështetja e tifozëve. Bëri thirrje të harrohen disa epizode me futbollistët, të falen ata siç u shpreh për të mirën e klubit. Futbollistët në momente të veçanta edhe ndodhen që edhe ka bojnë me reakcionet e veta, si që ka bojnë edhe ne, si që ka bojnë edhe tifozi, si që ka bojnë çdo njeri përveç Zotit madh, dhe besoj që në momentet veçanta ne duhet të harrojmë disa epizode dhe të bëjmë falje dhe të bashkohemi bashkë vetëm për interesin e Shkëndisë. Për shkak se fishkëllima apo ofendimi ndonjë futbollistit nuk i sjell gjë me Shkëndisë, me thënë nuk i sjell gjë të mirë, vetëm mund të sjell negativitet. Unë kërkoj sinqerisht nga publiku për shkak se e shoh si forca jonë, që të gjej forcën dhe të përkrah gjithë futbollistët pa përjashtim, se në momentet veçanta ato futbollistë na kanë bërë krenar si ndeshjet evropiane, si kampionatin e kaluar apo edhe ndeshjet e kaluara. Me këtë fitore Shkëndia vazhdon të ndjek Vardarin, që ka e përsi prej 3 pikëve dhe padyshim se betejë për titullin kampion do të vazhdojë deri në xhiron e fundit. Vardari si zakonisht gjatë shumë xhirove të kampionatit me një penalti në minutën e 96 mposhti AP Brerën. Arsimi pas kësaj disfate të 11 sezonale mbetet në pozitën e 8 me 26 pikë dhe do të ketë betejë të ashpra në luftën për ekzistencë.